dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kemi shumë kohë pa bërë vlog, kemi shumë kohë pa bërë video. E di kam bërë shumë mungesa dhe nuk di se çfarë t'ju them më përpara. Pse kam bërë mungesa, pse s'kam bërë vlog, planet e mia, çfarë kam bërë unë deri tani, çfarë gjërash kanë ndodhur deri tani. Nuk di se çfarë t'ju them më përpara. Një sekundë tulem. 2 sekonda se jam pak pa tërësi. Për mungesat. Edhe që them 2 fjalë për mungesat e mia. Më duket sikur më kanë nxjerrë emocionet dhe nuk di se kam kohë, kam shumë kohë po bërë video, lashna me di. Kam bërë mungesa, do rikthehem me patjetër. Më vinë vazhdimisht mesazhe ku më pyesni Dezi pse s'po bën video, Dezi e le YouTube-in, Dezi çfarë ka ndodhur, ku humben, e kam marrë malli, kam pafund mesazhe dhe faleminderit shumë për çdo mesazh, se kuptoj vërtet që ju ka munguar. Shumë faleminderit të gjithëve që e keni ndjerë mungesën time. E prisja sepse vërtet ka munguar shumë, pothuajse më shumë se 1 muaj. Domethënë videot unë i ndalova që në Bali, që në udhëtimin tonë të fundit në Bali, u kthyem, kam edituar dhe kam postuar vetëm videon me snacks që kemi bërë në Bali, dhe videon vlog, se si kaluam në Bali, nuk e postova kur. Nuk e kam edituar akoma, por nëse doni ju, më shkruani dhe në komente se doni ta editoj dhe ta postoj dhe pse shumë vonë dhe nuk e di ato keni interes. Normal që në vlog kemi thënë më shumë gjëra se që kemi treguar në TikTok ose në Instagram. Gjithsesi, nëse doni që ta shikoni atë video dhe pse ka kaluar shumë kohë, edhe siç ju thash ndoshta nuk keni më interes, më shkruani në koment apo postoj apo jo. Unë jam bërë gati që t'ikim në punë, ha pak të vlog dhe gjatë ditës do ju tregoj dhe se çfarë kemi bërë deri tani. Si fillim t'ju them një nga lajmet më të mira. Shumë nga ju e keni parë në Instagram, ndoshta dhe në TikTok, ndoshta dhe shumë nga ju që nuk i përdorni këto rrjete sociale, nuk e dini domethënë, dhe po e ndaj me ju dhe këtu në YouTube, që po hapim dyqanin Saudeza në Tiranë. Ju e dini se sa shumë jam munduar për këtë brand. E dini ju që më ndiqni që nga fillimi, që atëherë kur kemi bërë vlogun kur jam diplomuar për fashion designer, dhe e dini se sa shumë e doja këtë gjë, që të shikoj Saudezën të rritet dhe tani që po hapim në dyqan në Tiranë, kam qenë jashtë mase, përveç se kam qenë e gëzuar dhe lumtur dhe excited, por me zipres domethënë, por kemi patur dhe shumë punë për të bërë punimet, shumë stres, duke punuar dhe këtu që të kemi mjaftueshëm veshje për dyqanin atje, Doni është në Tiranë momentalisht që po rregullon dyqanin dhe normal që nuk kam qenë në Terezi për të bërë, nuk kam qenë në humor që të bëja video, sepse gjithë ky stres t'i shtoja dhe një stres tjetër vetes për të edituar video, nuk doja ta mbingarkoja veten siç e bëj gjithmonë domethënë. Por besoj se një nga këto ditë që do shkoj në Tiranë, do ju marr me vete dhe do bëj vlog dhe atje dhe do ju tregoj disa gjëra të vogla nga dyqani, normal që si ja u tregoj pa përfunduar, sepse dua ta shikoni të përfunduar, por disa skena të vogla, disa gjëra do ja u tregoj. Jam bërë gati që t'i te puna, po shkojmë te puna. Do të vazhdojmë që tregoj dhe gjëra të tjera gjatë ditës. Janë aq shumë gjëra që dua t'ju them sa nuk di, jam e sigurt që do harroj gjëra dhe s'po di se çfarë t'ju them më përpara. Ikim mirë. Një nga arsyet që s'kam bërë këto kohë video është sepse filloj një video dhe harroj që po bëj vlog me 100 punë që kam. Atëherë, doja t'ju thoja se çfarë tjetër më ka ndodhur këtë ditë. Duke qenë se deri tani unë jam marrë gjithë ditën në punime, këtu të puna, dhe e fillova vlogun në mëngjes. Jemi aq të ngarkuar duke bërë koleksionin e ri, por duke bërë dhe porosin në të njëjtën kohë dhe duke bërë dhe veshje për të dyqanin që po bëjmë në Tiranë. Dhe mirë që kam qenë shumë e ngarkuar, ose sa gabimi kam. Mirë që kam qenë shumë e ngarkuar, por kam patur edhe shumë ditë
Kam vajtë edhe për vizitë të fisioterapistë sot. Video arrova që po beja, që po gjiroja, do më thënë vetëm vlog nuk mund të quhet ky, por një nga gjërat që doja t'ju tregoja është se kisha një aksident të vogël para 2 ditëve me Elin. Kam rënë me motor dhe prandaj edhe kam këtë buzën kështu sepse u çava në buzë, u vrava te këmbët, na këmbët jam pak e nxirë, më thënë drejtën. Dhe do t'ju tregoj pak pastaj se ç'a ndodhi dhe si rash me motor, por kam shumë dhimbje të pjesa kraharorit këtu. Kam shumë dhimbje sot, sidomethënë unë kam rënë që pardje, por do më thënë edhe në darkë, edhe dje në darkë, edhe parë mbrëmë në darkë, mezi kam fjetur, po sidomos sot jam zgjuar me dhimbje më të forta. Dhe gjatë ditës sot kam pas shumë dhimbje. Kam pirë disa qetësuesa okitas pafund. Edhe kur marr frymë më dhem. Ideja është se unë kam rënë motori, por kam vrarë vetëm këmbët. Të pjesa lart nuk jam vrarë, por mbase duke qenë se jam munduar të mbaj gjithë peshën e motorit, prandaj ndoshta kam dëmtuar pak, se ndam edhe shpatulla këtej, dhe kraharori këtu shumë. Nuk e di, pase mirë do ishte të kisha bërë ndonjë grafi, po duke qenë se unë para disa viteve, kur jetoja në Korfuzë, më thënë para shumë viteve, e di se si është thyrja, ju që më ndiqni kohë këtu në YouTube, e dini si u kam thënë historinë që kam thyrë këtu dorën dhe këtu kam bërë operim, kam hekura. Dhe përveç kësaj kam rënë deri një herë tjetër me motor që kam thyrë 2 brinj. Edhe pjesa e brinjve, ose pjesa këtu që më dhe mua, nuk më është se mund t'i bësh shumë gjëra. Pra dhe këtu kur kam thyrë brinjt atëherë jam shtruar në spital, por nuk të vinin dot as allçi, kështu që duhet kisha shumë kujdes. Dhe tani nuk e di a kam thyrë gjë, s'ma merr mendja. Dhe më jash mase. Nuk e kuptoj se qa, nuk ka zë një si alergji tani dhe dua vetëm të dështitem. Po kam dhimbje të papara kur dështitem. T'ju thojnë një përshëndetje dhe vajzat këtu që kam. Përshëndetje. Cili kopa i parë dhe këto. Dhe t'ju them edhe se çfarë kemi sjell këtu, si u thash kam sjell gjëra, kam gjëra të reja për t'ju thënë. Do vini të më shpjegoni pak se ç'a janë këto këtu? Po. Hajde. Atëherë, këto janë krema trupi. Po ç'a krema trupi? Më shpjego mua se me aroma të ndryshme. Të Seventeen. Po, të Seventeen, Po, pra. shumë këtu. Po. Atëherë, Prit marr pak të podën se cilat sugjeron Eli. Ja. Më Të vjen gjem një si- që më sugjeron ti më për shkak të mirë. Okej, unë për veti kam. Mund t'i provosh Lea se ka testera. Këtë kam marrë. Unë këtë kam marrë për veti, kam pa pëlqy. Vanilla rose. Unë pëlqen edhe kjo. Edhe kjo. Tëra Eli Edhe kjo. Edhe kjo. Afroj këtë pak kafe. Nga më thënë, këto që për mendimin tem janë më... Po. Është kish për dorë. Shumë e mirë. Mango tango është ky që përdoron. Mango tango është ky që përdoron dhe Fizi Lili është ky që përdoron. Domethënë kam disa muaj që përdor Fizi Lili. Unë kam nisur të përdor këtë këtu. Është shumë i mirë dhe ka një aromë fantastike. Edhe klientat kur vijnë këtu në dyqan, unë gjithmonë këtë i sugjeroj. Nëse kam provuar asnjëherë Eli këtë Violet Woods. Edhe kjo është shumë e mirë. O? Po, më pëlqen. Eli këtë zeza ka mirë. Atë kam marrë jesni kam duket. Po, e kam marrë për veti. Këtë i mori Rajse. Eli ky që ka super moj. Violet Wood. Prandaj kam thënë këto të mira që pëlqejnë më shumë, i kam vënë të larg. A, kjo këtu jam. Çam kujton? Fizi Lili. Fizi Lili është ajo që përdoron. Shumë e mirë. Do provoj këtë? Çam kujton kjo, Eli, çam kujton kjo moj? Unë kujton një person. Jo, seriozisht më kujton një person. Një parfum me siguri që ka këtë për... Po, e di çam kujton Agathin.
Kjo këtu. Kjo ma kujton shumë Agathin. Nuk ta kujton kjo Agathin, e seriozisht. Sa e mirë kjo, mango tango. Ata kujton Agathin. Edhe mango, pse mirë është. Ata kujton Agathin. Ky parfum. E di cilat kujton Agathin, cilë parfum? Ky këtu. Por në sens të kujton Agathin. Jo, o ky. Bjerë pak, Këtë ka përdorur në fillim bjerë fare. pak. Po. Ata kujton. Red flame. Po. Ja. Se cilë parfum? Nuk ta kujton Agathin, e kam seriozisht. Vërtet, Se si Titika, parfum, këtë ma. du të marrësh ti. Titika i shikon, në Agathia videos, kështu që du të marrësh ti, sepse ty me siguri të shkon shumë, të përdorë dikur një parfum që ngjason, base ka përdorë Base ka përdorë krem dhe këtë, trupi. po. Se dhe Agathia i merr këto kremrat e trupit. Sot zite Të dhe të kuqen. Më merr telefon kur shikosh të video dhe më thuaj nëse ke përdorë ndonjëherë këtë. Se vërtet kjo të kujton shumë. Mendesuam, kujton. s'di cilën kishe të preferuar. Për të nivo. Janë fiksuar gjithë me mango tango, gjithë janë fiksuar me Po, mango nga tango. që janë fiksuar gjithë me mango tango, nuk thash Dhe me ndryshu. të ndryshoj Po, pak, që që ka prandaj shumë sugjeroj mirë njerëzve. kuqe. Ishte ajo. Kjo. Bravo, kjo. Green jasmin. Mango tango e ishte. Se mbërë. Edhe kjo bluje. Për tani unë di ku ta dhe se Po shumë. shikoni që po gjyze ka, nuk e di ato lloje, Cilën por në kam përdor vetë që që ti? Ajo që ndjes. përdor që ishte e mirë. Ku ta provoj unë këtë tani? Po për shkakun morën cilën më morë. Cilën më sugjeroj, ti më sugjeroj. Sugjeroj këtë. Ose këtë. Bjerë dhe mirë. Ja, je këtë. Ja. Se unë po lëm. Bjerë. Po kjo e li? Ja? Dhe kjo si qa kujton. E të që më kujton kjo? Mirë është. Jo, për zotin më kujton një hidratus që kam pas. E mirë që janë ka dhe kjo, për zotin, nuk e di a ka në që më pëlqen. E di cila nuk më ka pëlqyer mua, se Kjo, mandarin oriental. kjo më duket se më ka Bjerë? Për pëlqyer. zotin mua më pëlqeu kjo. Kjo pëlqyri shumë. Nije. Gjithsesi është me shije, kështu që o, dhe kjo është shumë është e mirë. Edhe Po, unë të pëlqen. Po. E të pëlqen, po. E kam problemin me ta. Kështu Kështu që, nëse ndodheni në Shkodër, edhe online mund t'i merrni, te Angel, shkruani te Angel, te faqja e Angelit, ose i porosisni në te faqja e Angelit në Instagram, ose hajdeni këtu në Shkodër, na takoni, merrni kremin tuaj preferuar, Kjo sugjeroj. provoni testerat, kemi dhe kremin e njollave që përdor Dezi, të Seventeen, që i ka hequr njollën këtu Dezi, bani me dojtë njollën që kisha vite që kam bërë dhe lazre nuk iku. Çmimi i kësaj është 30.000 lek. Të vjetra, 3.000 lek të reja. Ti vemi dhe çmimet që ta dini Po. se mendoni se janë shumë të Ja. shtrenjta. Kremi trupit, Atëherë, çmimet janë si te faqja zyrtare e 17. po fiks të njëjtat çmime. Si ti më As më jetë, shtrenjtë, as më lirë. Fiks në soja. Edhe mos na kërkoni zbritje se kur vjen puna edhe unë vetë me lekët e mia i blej ta dini. Doni, ja ka bler, ja 20 që doni. Ja, tregoj pak 20 që ne doni. Që ja blej vjerit para sa ditë. Jo, mos mendoj njerëzit Cilën që morët? Edhe ka marrin një shumë pak e- shish. e ka marrë versionin vet. Ja, ja Ashtu 20 dush. që doni. Ajo. Okej. Shikoj. Po pa dita. Ja bleu doni para disa ditë. Kështu që mos mendoni se ne i marrim hajt shumë ma. Jo, po treku ke more t'jeli. Po pra, E unë tregja mora tani. versionin butter që është pa Pa giza dhe ta hidraton aq shumë lëkurë. Po është gjallë, prandaj. Ose ta Po është hidraton lëkurën. Prandaj është dhe pak më shtrenjtë. Ban Gjallë për 17.000 lekë. Kemi edhe versionin Gift set. set. Që unë këtë ju sugjeroj Për dhurata. shumë. Po edhe leverdi, sepse keni edhe parfumin brenda. Po, Po, edhe dini i dhe kushton krem me diku te Duket 25, thashë. nuk e di, duhet ta shqiptoj. Seriozisht e ti asnjë ti më çmime. Po më në çmimi kisha, po nuk e di se kam pa Shifitera, Oli. urdhra. Nuk e di, kam pa po në çmimi. Super, bravo, kemi harruar. Një minutë, se kam këtu të bloku. E di se nuk janë gjitha një çmime. Këto këtu E janë me di. xicë. Një minutë. Kanë çmim tjetër këto këtu që janë me xicë. Po, ky gift set. Më duket se është 19.000 lekë.
Nejse, pak a shumë diku 20.000 lekë që llogarit. Jo më bën 25, më duket se është kjo këtu. Një minutë, shko. Kjo që është me xicë këtu. Atëherë, si ka niku mesazhe? Ku ka nikur vë? Me monden që kam pas. Pyete më se do lem nam, thuj pak diferencën. Okej, sekondë. Nejse. Jo nese, i kemi në sistem në fakt. Po e që hapë sistemin nga fillimi, se kemi fikur. Kemi dhe krimin e plazhit që përdor unë, që të nxin. Edhe SPF-n Me e ngjyrë, pa fytyrës. ngjyrë, për fytyrë akneike, për fytyrë normale. Kështu që ju mirë presi. Kaq. Kaq. A i kim? Tan për fytyrën. Kjo është me ngjyrë që përdor unë kur dua të vë make-up për shembull sot. Kur Kjo nuk është dua për të fytyrë vë make-up. akneike. Këto Jo me bluhet. vajzë. Po, kjo është, më fal ke drejt. Kjo është me tendencë akneike, me ngjyrë dhe pa ngjyrë, me ngjyrë për fytyrë normale dhe pa ngjyrë me fytyrë normale. Për fytyrë Për gjitha normale. fytyrën fakt është kjo. Për gjitha fytyrat, po, më fal, normale. Për gjitha tipat e lëkurës, por kush ka lëkurë të ndryshme me tendencë akneike, i sugjerojmë këtë tjetrën. Jo vetëm ne, por edhe faqja zyrtare, sepse ka dhe përbërësit e shkruan atje që është për fytyra të ndryshme dhe me tendencë akneike. Ikim tani në shtëpi? Ikim. Sa po erdha në shtëpi? Dhe duhet ju tregojmë diçka këtu. Ta hap dritat njerë. Që do ju tregoj? Kemi marrë divane të ri. Këtë nuk ja u kam treguar. Imagjinoni sa kohë kam pa bërë vlog. Divanet nduket i kemi marrë para se të shkojmë në Bali. Edhe thash doja u tregoja kur të thesha dhe nuk ja u tregova. Do ja tregoj tani. Atëherë, këto janë divanet e reja që kemi vorësitur këtë në Shkodër. Janë kafe. Në fakt mirë është ja u tregoj ditën sepse nuk duket ngjyra fix. Shikoni se sa të bukur që janë. Domethënë mi kanë realizuar fix, po fix si që kam dashur. Janë shumë të bukur. Në fakt nuk duhet kaq jastek, por këto jastek na i bën shtesë dhurat. Ja, kaq duhen. Kështu edhe atje nuk duhet ky tjetri që kemi vendosur. Sekond, thjesht doni ka qef shumë jastek, kështu që i bërën dhurat më shumë jastek. Pra, vetëm e dy duhet, shikoni pak sa super të bukur që janë, i kanë realizuar, dhe më thënë, më bukur se që prisja, dhe mbrapa vjen kështu, dhe këta këtu, që i kemi pasur në gjyrë të bardhë. Në divanin tjetër e kemi çuar të dyqani, sepse do jetë të dyqani. Shikoni pak se sa super ngjan. Tapetët normal që i kemi hequr, unë asnjëherë nuk mbaj tapetën në dimër, i kam hequr pak më përpara. Qa thashë, nuk mbaj tapetën në dimër? Lashnam, nuk mbaj asnjëherë tapetën në verë, kështu që i kam hequr para se të vinte vera, mos ju them para pranverës. Dhe këto karriget këtu i kemi bërë siç i kishim të bardha. Ca lulat, nëse. Këto karriget këtu i kemi bërë, kemi pas bardha dhe i kemi bërë në të njëjtën ngjyrë, pra i kemi veshur me të njëjtën ngjyrë si divanet. Super bukur, më pëlqen shumë ngjyra që kemi zgjedhur, përveç se i ka nga e bardha, sepse më kishte lodhur shumë, shkon dhe me kuzhinën, do me thënë dhe me ishullin këtu, sepse kjo kafja është fix si kafja e divaneve. Është një kafe çokoladë shumë e bukur. Përveç se i kanë realizuar shumë të bukur, janë shumë të rehatshëm dhe këtë pjesë kjo është gjëja më e mirë që kemi bërë. Ku kemi qenë më përpara, sepse divani i bardhë që kishim nuk ka qenë fare i rehatshëm. Mika tani dëgjovi që erdha dhe do që t'i afrojmë. Përveç se janë të bukur, janë dhe shumë të rehatshëm. Kemi zgjedhur vetë materialin, kemi zgjedhur vetë modelin, kemi zgjedhur vetë sfungjerin që duam, kemi parë, na kanë thirrë një herë për procesin se si shkon për t'i parë. Mobileri si kjo nuk është reklam fare, por është vlerësoj shumë punën që kanë bërë Mobileri Kalaci quhet, se di se do pyesni, dhe është fix
ngjitur me dyqanin ton Saudeza, fix ngjitur kemi një mobileri, do të thënë kam patur aq afër dhe nuk e dija që bënin punë kaq të mirë. Ati kam porositur edhe diçka tjetër që doja u tregoj kur t'jetë gati, duke qenë se ngela tepër e kënaqur me këto divane, kështu që kam porositur edhe diçka tjetër, por si që thash doja tregoj në vazhdim. Tani, çfarë tjetër doja t'ju thoja unë? T'ju them pak për aksidentin që ndodhi me motor. Të ndrohem njerë sepse jam lodhur. Shkojmë lart bashk. Të bëj një dush shpejt. Të ndrohem. Dhe pastaj ju them edhe tjerat. Agile! Takojmë dhe Agilon. Nuk e di kur arriti dhe fjeti ky njeri sikur e ka me buton. S'ke vjet akoma, more? Hello, mirëmëngjes, jemi në ditën tjetër. Jam pa gjumë prapë. Nuk e keni iden sa dhimbje kam patur, më merret fryma lëqitër natën, nuk thesha dot se mund çdo lëvizje që mund të bëja më merr të frymën dhimbja. Dhe mbase do duhet më patjetër të shkoj të bëj sot një grafik. T'ju them tani se si ndodhi gjithë gjëja. Dhe pse kam filluar tani të kemi dhimbje. Këtu është e njëjtur që shikoni. Kurse nga ana tjetër jam komplet e nxjerrë këtu. Edhe këtu nuk kam nxjerrje sipër, por kam jashtë masë dhimbje. Këtu do më thënë tek emët nuk I ndjej fare, me krahasim me këtë këtu edhe mbrapa që më jep jashtë masë dhimbje. Atëherë, si ndodh? Se këtë ma dha fisioterapisti, do ta kisha filluar që dje këtë kremin, por më dëmtaq shumë krahërori sa nuk e se kisha mendim të këmba fare, t'ju them të drejtën. Atëherë vendos pak gjel. Po shkonim me Elin për të bërë ato procedurat e fundit të patentës, sepse Eli bëri kursin e patentës, kalovi teorinë me të parën, kalovi dhe, si quhet ajo, dhe praktikën dhe teorinë, edhe duhet të shkonim të bënte ato procedurat për t'i dalë patenta. Isha me motor, ishim me motor, isha shumë e vash, falë zotit, brenda qytetit normal, edhe siç po ecnim rrugës më del një grop e madhe para. Nuk arrita ta shikoja sepse ishte një makinë para me, kalovi makina, pastaj pash direkt gropën, por nuk arrita që të frenoja në kohë. Nëse të vijoja atë gropën dhe tikja kështu, do përplasesha me makinën që po vinte përballë, ose do devijoja gropën, do më thënë, të përplasesha me makinën, ose do bje brenda në grop. Dhe janë sekonda ato mendime, nuk është se ke kohë shumë të mendosh, rash në grop. Preferova të bja në grop dhe me idenë që do arri që ta mbaj motorin dhe nuk do bje, por ishte shumë e thellë. Dhe pse frenova, ram në grop dhe pastaj rash me motor, Eli u ngrit direkt, nuk u vra fare, por unë duke qenë se u mundova që të mbaja peshën e motorit, pastaj mra motorit e kemba, të kjo këtu që më shtejndur pak, dhe mezi po e nxirja, isha në tokë bashkë me motor, mes të rrugës, dhe çfarë na ka lënë pa fjalë, na ka bërë shumë përshtypje, është se kalonin njerëzit dhe nuk ndalonte asnjë njeri që të pyeste nëse kim nevojë për ndihmë, asnjë njeri. Kalonin, shikonin, Elin që po bërtiste, mama, je mirë, mua poshtë, këmba ime poshtë motorit që mundohesha ta nxirja dhe nuk ndalonin. Më thënë, ku ka arrit njerëzimi? Më ka lënë pa fjalë reagimi njerëzve. Vetëm një person ka ndaluar makinën, ka qenë një djalë diku te 26 vjeç,
me rroba pune, i vetmi që ka ndaluar makinën edhe ka zbrit direkt, ka ngritur motorin, ka ngrit mua, më pyetja jam mirë, në momentin që jam ngritur unë, nga tronditja, nga shoku, nuk e di, më morën shumë mend dhe ula në trotuar, u bëra shumë keq, më morën mend, isha gati të më binte të fikët. Buza këtu mu qa, tani e kam mirë se ka 4 ditë kjo gjë. Besoj se u qa edhe këtu poshtë edhe këtu sipër nga telat, sepse më iku timoni kështu edhe e godita këtu, por besoj u qava nga telat, jo besoj, u qava nga telat me shumë siguri. Dhe mirë që kisha telat në këtë rast se mund të kisha thyrë dhe dhembët. Edhe jemi mirë të dyja dhe unë dhe Eli. Ju thash më ka lënë pa fjalë reagimi njerëzve që nuk dalonin për të ndihmuar. Rujt Zoti atë djalin që erdhi dhe na ndihmovi i vetmi. Pastaj i thashë jam mirë, mund t'i ikësh dhe iku. Por rriat e trotuarin mes rrugës ulur. Njerëzit që kishin parë kalimtar si edhe ato me makina as pyesnin fare, as merrnin mundimin që të pyesnin nëse jemi mirë. Dhe kaq, pastaj erdhi që na mori Sida, doni ishte në Tiranë atë ditë. Akoma është dhe normal që nuk dinim këtë merrim telefon. Thoshte Eli po marr babin, jo i thash mos e merr se do trembet, se tani nëse i thua dikujt që re me motor, direkt trembet se nuk e di se si je. Ai thash mos i thuaj se jemi mirë, mos i thuaj njërë. Erdhi Sida pastaj që na mori atje ku ndodhi gjëja, afër spitalit ndodhi. Unë imagjinoni kamren jashtë spitalit të Shkodrës. Dhe jo të futesha direkt brenda në spital dhe të bëja grafi dhe ato që duhet kisha bërë, sepse thash, unë e kam përjetuar atë thyerjen, sepse kam rënë dhe herë tjetër nga motori, kam operuar edhe dorën, dhe e di domethënë dhimbjet që të jep thyerja. Edhe, më dhimbte, në atë moment më dhimbte vetëm këmba, shumë këtu që e shenjtur. Thash ori mos ta kem thyer, por duke qenë se nuk kisha ato dhimbje të mëdha, thash nuk e kam thyer, thjesht e kam shtypur pak nga pesha e motorit. Edhe kaq, dhe vajta direkt te puna. Te puna pasaj më vendosën vajzat akull, qëndrova pak ulur, pastaj vazhdova ditën duke punuar, sikur s'kishte ndodhur gjë. Ditën tjetër vajta erdha në shtëpi, fjeta, vendosa pra paku se më dhimbte pak këmba. Ditën tjetër nuk e ndjeja këmbën, nuk është po më dhimbte, filloi të më dhimbte pjesa këtu dhe këtu. Por e mbaj mend shumë mirë që nuk kam rënë me trup, e di se si kam rënë. Vetëm këmba, domethënë kam rënë kështu. Nëse do kisha rënë me trup do isha vrarë në dorë, pra nuk e vrarë fare te pjesa sipër, e mbaj mend shumë mirë, por mbase nga që jam munduar tepër që të mbaj gjithë peshën e motorit bashkë me Elin, kam dëmtuar nuk e di këtu diçka. Edhe filloi të më jep të dhimbjen ditën tjetër, mbase edhe na që punova dhe nuk e lash të qetë shkretën. Ditën tjetër, dje domethënë, hapa vlogun në mëngjes, isha mirë kur kam hap vlogun, kisha dhimbje, por jo aq të forta. Shkoj në punë dhe në punë kisha dhimbje. Pastaj siç u thash, prandaj nuk vazhdova vlogun se nga dreka filloi po më merrte pak kolla edhe po bëja pshu, nuk e di tani dhe lotët që më dalin, a është alergji, a është nuk e di se nuk kam nuk jam ftohur, nuk e di që dje më zuri. Dhe duke bërë pshu, thash se vdiqja nga dhimbjet. Vajta pastaj tek një fisioterapist dhe më vendosi këtu. Nuk kam bërë grafi, por me sa duket sot do duhet shkoj të bëj grafi sepse nuk i duroj dot dhimbjet. Edhe më dha këtë kremin për këmbët, për nxirjet. Edhe kur flas me zor flas sepse më dhem. Dhe kam fiks pjesën këtu që më dhem, këtu dhe këtu. Dhe kaq tani do bëm gati që të shkoj te puna dhe më vonë do bëj s'pe një grafi. Normal që u përshko,
si po vishi. Normal, fillova në vlog, do prishësh e kohë. Më mirë ka mbajt muaj prill, se sa muaj maj. Që me datë 1 maj është freskuar koha, tani ja futi dhe shi. Në maj ka qenë shumë më vap, ka qenë shumë më mirë. Le mos themi pasaj për vjet që sa mirë ka mbajt muaj maj, vjet mbaj mend. Në këto kohë ka mbajt në Punta Cana. Dua t'i ke përsëri. Bomba. Unë erdha në shtëpi, u bëra gati, u bëra njëri, dhe më thënë, bëra si duhet, që të rgoj veshjen, një sekundë. Sepse do ikin në Tiranë, përveç se dua të shikoj punimet se si shkojnë, do shkojmë tek Beauty Fair, që bëhet çdo vit. Të shikojmë nga afër produktet Elixir, Radiant, Seventeen, Lorven, bla bla bla, dhe shumë firma të tjera. Kam veshur këtë kostumin nga Saudeza, se dja dallohet tani. Qëllimi ka më njerëz, se vajta hoqa dhe atë këtu. Po, do vendos përsëri sa po të mbaroj nga ky eventi, nuk e dia do qëndroj dot shumë. Uroj të qëndroj dot, do ikim me Elin dhe me mamin do ta lëm normal te Gysi, dhe do shkoj me Elin tek eventi, pastaj do shkojmë në shtëpi. Dhe çfarë tjetër kam dashur t'ju them në këtë video? Kam dashur shumë gjëra t'ju them, por i kam harruar. Nëse ikim njërë tani se vajti vonë. Duhet isha nis, vajti ora 5, unë jam akoma këtu, 5 ca. Ikim. Oj, ki thoj përshëndetje këtu alla. Përshëndetje, thoj e ki. Po si ki ardhur ti kështu alla? Qa ke veshur? Ja tregoj allës ti. Është bukur. Po me shpirt është e bukur. Kujt ja more ti këtë? Hello. Hello, Angels. Thoj. Angel. Hello, Angels. Shpirt allës. Ja la thoj hello. Thoj hello, Angel. E ki tutu. Përshëndetje, Angels. Thoj. Alla, hajtë thoj, këtu ku jemi ne këtu, alla? Ku jemi këtu? Puna don. Te puna donit? Pa. Thoj, te dyqani në Tiranë. Elan. Te dyqani në Tiranë, ki marrë te dyqani në Tiranë, te Egi. Egi, Ega, o Erga, hajde thoj pak që Erga ka maqok. Do të tregosh ti halla maqokun. Do shkojmë te maqoku. Oh, Pa matë, hajta bëjmë. be. O, do të... Doni. O, Egi, tregoj pak macin, malla. Bej foto. Çaka to. Tregoj malla pak macin ti. Po lere mos e rinë të Prit, se shtri. do tregoj macin, Egi. Çaka. Çaka to. To. Oj, malla, si ka emrin maci? Mata. Si ka emrin? Indi. Grini? Okej. E ke gjanti? Po. Okej. Që të bërë, malla? Dan. Të bën gjan, okej. E te eri pa. Jo. Jo, nuk ja e pelit. Ku do japësh, alla? Doni. Vetëm donit? Po. Mirë me shpirti, allës. Ta. Qa, malla? Dise pak dritën. Denes më kur. Alla, do flej Grini, malla. Po të Çaka. Pse mos të qirë, malla, Grini? Të dan. A, të ka gjan, okej. Me këtë do flesh ti? Amata. Do flej me macen? Po. Okej. E ke puti njërë macën? Si bën gjam ti macës? E pat maqokun e Hergës? Nuk e keni iden se sa e do Herga. Duhet të bëjmë mbyllje në këtë video.
Fatkeqësisht nuk arrita që të shkoja tek eventi, sepse u vesha, u pispillosa, por kam pas, siç ju thash, kam pas shumë dhimbje, kështu që u detyrova që të shkoja të bëja një rezonancë për të parë nëse çdo gjë ishte okay. Tu kisha thjesht një shtypje, siç ju thash, por me këtë rast u duk dhe pjesa e hernje, më duket si quhen 3 hernje që kam në kuris edhe që janë përkeqësuar, kështu që duhet të filloj fisioterapi dhe për ato. Gjithsesi tani kemi shumë punë me dyqanin, por sapo të hapim, normal që duhet i bie mbrapa. Tani, gjëra të tjera, sepse kam edhe diçka shumë të rëndësishme për t'ju treguar që jam shumë e sigurt që do ju pëlqej. Një super lajm, por do ja u them në videon e radhës. Kështu që mos harroni të bëni like, subscribe. Uroj që të kemi video sa më shpesh këtej dhe në vazhdim. Bashkëtoshimi në videon e radhës, Angels. Bye!